ç'është kjo? O, ju sapo keni thirrur Gjindin dhe keni të drejtën të shprehni 3 dëshira dhe unë do t'u plotësoj. Ua, seriozisht? Prit. Merr kohën që të duhet. Shiko Gjind, unë dua një shampo që të mi mbaj flokët kaçurel, se i kam kështu si të shpupuritur edhe dua që të mi mbaj në formë edhe të bukur. Dëshira juaj sapo u plotësua. Ura! Po, tani edhe një mask për kaçurelat e dua unë. Ja dhe dëshira e dytë u realizua, po mendoj pak më mirë këto dëshirat. Po, në fakt, mire keti. Dua një tas me qershi. Seriozisht, urdhërove tasin. Si ka mundësi të gjithë njerëzit që kanë shprehur dëshira kanë dashur famë, pushtet, të bëhen princër, princesha, thesare, ndërsa ti zgjedh këto dëshira. Ua, tani që po e mendoj, unë pas kam bërë shumë nga... Të lutem, ma të ma realizosh një dëshirë tjetër. Jo, nuk mundem, është jashtë rregullores. Po të lutem, edhe vetëm një dëshirë dhe nuk të kërkoj më asnjë gjë tjetër. Po bëj vetëm një përjashtim. Po bën mirë ta zgjedhësh mirë këtë dëshirën tjetër. Dua dhe një krem stilues për kaçurelat. Okej, vetë zgjodhe. Sapo i harxove 3-4 dëshirat e tua, erdhi momenti që unë të shkoj. Po, shiko, Gjind, se ti kujton se unë i kam zgjedhur kot këto dëshirat. A nuk është gjëja më e bukur të zgjohesh në mëngjes, të dalësh para pasqyrës, edhe të shikosh flokët që i ke shumë të bukur, kaçurelat shumë të bukura me formë? A nuk është kjo lumturia e vërtet? Okej, pra, ika. Edhe vetëm një dëshirë të lutem.